Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së akrepit. Uroj të jeni mirë, do bëjmë një mesazh për ju siç ju kisha premtuar dhe të dashur, mos harroni. Këto mesazhe nuk do të thotë nga që do i shënoj vetëm për një ditë, por nuk do të thotë ajo, mund të ndodhin pas 2 dite, mund të ndodhin pas një jave, të keni parasysh të mbani mend këto mesazhe nga që mund t'ju ndihmojnë në rutinën e juaj, apo mund të ktheni të rishikoni videot përsëri. Dhe mesazhi juaj të dashur akrepër është 2 të shpatës. Të pavendosur në një udhkryq, po përpiqeni të merrni një vendim. Nuk i keni të gjitha informacionet, të lëkundur, të pavendosur, nuk dini si. Ndoshta jeni duke mbyllur apo jeni mbyllur në vete duke e mohuar të vërtetën nga që janë sytë e mbyllur, të dashur. Duhet i hapim sytë, duhet i hapim hap zemrën, nga që zgjedhja patjetër e këtij dhe kësaj situate është e nevojshme, të dashur akrepi. Duhet tani, pavarësisht se është e vështirë, por këtë zgjedhje duhet ta bëni.